Plaku dhe Kali, mësime për jetën që nuk i presim. Përshëndetje miq të mi. Mirë se vini në kanal, sot do të zhytemi në një histori të lashtë, por aq të freskët sa sikur të ishte shkruar dje. Është fabula e Plakut dhe Kalit, një rrëfim që vjen nga traditat e lashta lindore, ndoshta kineze ose taoiste, që na mëson se jeta nuk është kur e zezë ose e bardhë, por një vallëzim i pafund midis tyre. Imagjinoni një fshat të qetë, larg zhurmës së botës moderne, ku era fryn butësisht mbi kodra jeshile dhe njerëzit jetojnë me ritmin e diellit dhe shiut. Këtu jeton një plak i urtë, me flokë të bardhë si borë dhe sy që mbartin sekretet të shekujve. Ai nuk ka pasuri të mëdha, por ka një thesar, një kalë të bardhë, të bukur si një ëndër, me një jebe që shkëlqen në diell dhe një shpirt të lirë që e bën atë më shumë se një kafshë, një shok besnik. Kjo histori nuk është thjesht një tregim, është një pasqyrë e jetës sonë, ku çdo ditë na sjell surpriza që nuk i presim. Le të ecim bashkë nëpër rrugët e këtij fshati, duke zbuluar se si një humbje mund të bëhet fitore dhe një dhimbje shpëtim. Nëse keni ndier ndonjëherë se jeta ju godet pa mëshirë, kjo video është për ju. Le të fillojmë. Pika 1. Plaku dhe Kali i bardhë. Le të nisim me plakun ton. Ai jetonte i vetëm në një shtëpi të vogël prej balte, me një obor ku luajtën era dhe zogjë. Kali i tij, të cilin e quante Argjendi, nuk ishte thjesht një mjet pune, ishte familja e tij, bashkëshortja që i kishte munguar, djali që nuk e kishte. Çdo mëngjes, Plaku e zgjidhte me dorë të butë, i fërkonte ijen dhe i fliste si një mik të vjetër. Sot do të shkojmë në mal, të shohim diellin të lindë. Fshati ishte i vogël, me shtëpi të ngjashme dhe njerëz të thjeshtë, por lajmi për Kalin e bukur u përhap shpejt. Të pasurit nga qyteti i afërt vinin me karroca të mbushura me para, duke ofruar argjend dhe premtime të mëdha. Shite, Plak. Me këto para mund të blesh një shtëpi të re, tokë pjellore, madje edhe një grua të re për të ndarë ditët e tua. Thoshin ata, duke qeshur me mendimin se Plaku ishte budalla. Por Plaku nuk lëvizte. Ai shikonte Kalin me një buzëqeshje të lehtë dhe thoshte, ai nuk është për shitje. Është pjesë e shpirtit tim. Çfarë do të bëja unë pa të? Do të isha si një pemë pa rënjë. Fshatarët e tij e shikonin me admirim, por edhe me merak. Njeriu është i varfër, por i pasur në zemër. Ky refuzim nuk ishte arrogancë, ishte besim. Plaku e dinte se pasuria e vërtet nuk matet me monedha, por me lidhje që nuk priten. Dhe kështu ditët kalonin, me Kalin që kulloste lirshëm në livadh, i pandar nga mjeshtri i tij. Pika 2. Humbja e Kalit dhe reagimi i fshatarëve. Një mëngjes, dielli u ngrit si zakonisht, por kur Plaku doli në obor, Argjendi nuk ishte aty. Portat e hapura, gjurmë në balë që zhdukeshin drejt malit, Kali kishte ikur, ose ndoshta dikush e kishte marrë. Fshati u mbush me zëra, fati keq. Si do të jetosh tani, o Plak? Pa kal, pa punë, pa asgjë. Fëmijët qanin me të, gratë sillnin bukë për të ngushëlluar, burrat punnin kokat duke thënë, lufta me fatin nuk fitohet kurrë. Plaku dëgjonte gjithçka në heshtje, duke pirë çajin e tij të nxehtë pranë zjarrit. Kur e pyetën pse nuk qante, pse nuk mallkonte fatin, ai u ul në karrige të vjetër dhe tha me zë të qetë, ndoshta është keq, ndoshta jo. Kush e di? Fshatarët mbetën me gojë hapur. Si mund të ishte aq i ftohtë? Njëri prej tyre, një fermer i vjetër, tha, Plak, ke humbur të vetmin shokun tënd. Ky është fundi i botës për ty. Por Plaku qeshi butësisht, fundi? Apo fillimi? Jeta nuk na tregon kartat e saj menjëherë. Ndonjëherë, ajo që humbim na hap dyert për diçka më të madhe. Kjo përgjigje u duk si një enigmë, por Plaku nuk shpjegoi më. Ai vazhdoi ditët e tij, duke punuar me duar të dobta në kopshtë, duke pritur pa ankth. Fshatarët ikën duke e quajtur të çmendur, por brenda tyre, një farë dyshimi u lind, ndoshta urtësia e tij ishte më e madhe se frika jon? Pika 3. Kthimi i Kalit me kuajt e egër. Pas 3 ditësh, ndërsa fshati po zbutej nën shiun e lehtë, një tingëllim karrosh dhe hing e egër mbushi ajrin. Fshatarët dolën vrap, dhe çfarë pan? Kali i bardhë, Argjendi, po kthehej, por jo vetëm, pas tij vraponin 3 kuajt e egër nga malet, me jebe të zeza si nata dhe sy që shkëlqenin si yje. Ata ishin të fortë, të lirë, të papjekur nga njerëzit, por tani po ndiqnin Argjendin si një udhëheqës natyral. Fshati shpërtheu në fesë. Me fat, Plak. Je bërë i pasur pa pritur. 4 kuaj, kjo do të thotë tokë e re, shitje të mira, një jetë të re. Brohoritnin ata, duke rrethuar oborin e Plakut me dhurata dhe këngë. Plaku shikoi kuajt, i fërkoi secilin me dorë të butë dhe pastaj tha, ndoshta është mirë, ndoshta jo. Jeta ka një mënyrë për të balancuar gjërat, si era që fryn tani në një drejtim, nesër në tjetrin. Fshatarët u befasuan përsëri. Si mund të mos gëzohesh? Kjo është bekim nga qielli, tha një grua e moshuar. Plaku ndezi pipën e tij dhe u përgjigj, blerimi sot mund të jetë bar nesër. Por le të shohim çfarë sjell koha.
Unë nuk vrapoj pas fatit, unë e pres atë të vi. Kuajt u vendosën në obor duke kullosur pranë argjendit dhe plaku filloi t'i stërviste me durim duke i trajtuar si miq të rinj. Fshati foli për javë të tëra për mrekullinë e plakut, por ai vazhdoi jetën e tij të qetë, duke na kujtuar se gëzimi i shpejt mund të fshehë hije. Pika 4. Thyrja e këmbës së djalit. Ditët kaluan dhe kuajt e egër u bën pjesë e familjes. Djali i plakut, një djalë i ri i fortë me ëndra të mëdha, mori përsipër stërvitjen e tyre. Ai ishte krenaria e plakut, i gjallë, plot energji, gati për të ardhmen. Por një pasdite, ndërsa po hipte mbi një nga kuajt e rinj, kafsha u ngrit papritur duke e hedhur atë poshtë. Këmba e djalit u thye me një tingëllim të tmerrshme dhe ai u shtri në tokë duke bërtitur nga dhimbja. Fshatarët vrapuan duke e mbartur në shtëpi, ku plaku e kuroi me bara dhe lutje të heshtura. Fati keq i madh, than ata. Kuajt e egër të sollën mallkim, jo bekim. Djali yt tani është i palvishëm, puna do të ndalet. Plaku, duke mbështjellur këmbën e djalit, tha, ndonjëherë rruga drejt diçkaje të mirë është plot dhimbje. Ne nuk e shohim gjithmonë pamjen e madhe. Kjo thyrje ndoshta është një mbrojtje, jo një dënim. Djali qau natën e parë duke u ankuar për ëndrat e humbura, por plaku i tregoi histori të vjetra. Kur isha i ri, një stuj më mori të mbjellat, por ajo stuj solli tokë më pjellore. Prit, biri im, jeta nuk ndalon këtu. Fshatarët ikën duke tundur kokat, duke e quajtur plakun naiv, por brenda shtëpisë, plaku dhe djali filluan një jetë të re, më të ngadalë, por më të thellë, ku bisedat mbi zjarrin u bën më të gjata dhe lidhja midis tyre më e fortë. Pika 5. Lufta dhe shpëtimi i djalit. Disa javë më vonë, qielli i fshatit u erësua jo nga ret, por nga tingujt e largët të daulleve dhe marshimeve. Lufta shpërtheu, një konflikt jashtëpër midis mbretërive fqinje që gëlltiste fshatra si një zjarr i egër. Ushtarët erdhen me shpatë dhe urdhra, duke marrë çdo burr të ri të shëndetshëm, të gjithë në fron. Kush refuzon, vdes. Fshati u mbush me lot, oshëtin, vëllezër, djem të rinj u larguan, duke lënë pas gra dhe fëmijë. Kur arritën te shtëpia e plakut, shikuan djalin e tij të shtrirë me këmbën e thyrë. Ky nuk na duhet, tha komandanti. Është i paftë për luftë. Ata ikën, duke lënë fshatin të zbrazur. Por kur lajmet erdhen, betejë të përgjakshme, vdekje të panumërta, fshatarët e kthyer ishin pak, të plagosur dhe të thyrë. Këmba e djalit tënd e shpëtoi jetën, than ata plakut, duke u ulur pranë tij me sytë e mbushur me lodh. Ajo që na dukej mallkim, ishte bekim. Kali solli kuaj, por edhe rrezik, thyrja solli dhimbje, por edhe shpëtim. Plaku buzëqeshi, shihni? Jeta balancohet vetë. Ne nuk e dim kur çfarë na pret, por duhet të presim me besim. Përfundim. Dhe kështu, miq, përfundon historia e plakut dhe kalit, por mesazhi i saj vazhdon të na ndjekë. Morali është i thjeshtë, por i fuqishëm. Jeta lëviz gjithmonë midis të mirës dhe të keqes, gëzimit dhe dhimbjes, dhe gjithçka ndodh për një arsye, edhe nëse nuk e shohim në fillim. Nuk duhet të gjykojmë situatat shumë shpejt, pasi ajo që duket si mallkim mund të bëhet një bekim, dhe ajo që na lëndon sot mund të na mbrojë nesër. Në botën tonë të shpejtë, ku lajmet na bombardojnë me të keqen, kjo histori na kujton të ngadalsojmë, të presim, të mos hidhemi në gjykime. Mendoni për jetën tuaj, një punë e humbur që solli një karrierë më të mirë, një dashuri e thyrë që hapoi dyert për një të vërtetë. Plaku na mëson se urtësia nuk është në të ditur gjithçka, por në të pranuar misterin. Faleminderit që ndoqët deri këtu. Nëse kjo histori ju preku, pëlqeni videon, abonohuni për më shumë rrëfime të tilla dhe në komente shkruani një moment kur mallkimi juaj u bë bekim. Takohemi në videon tjetër, që jeta juaj të jetë plot balanca të bukura.